Alba Story prezanton. Përshëndetje, jam një nën 43 vjeçe dhe kam një vajzë që tani është 22. Ne të dyja kemi qenë gjithmonë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Para disa muajsh, vajza ime gjeti një të dashur. Ai djali ishte disi më i madh në moshë. Ishte 28 vjeç dhe dukej një djali pjekur. Sa po lidhja atyre filloi të bëhej pak më serioze, vajza nisi ta sillte shumë shpesh në shtëpinë tonë. E unë u gëzova jashtë mase për të dy ata. Për hir të respektit dhe të dëshirës së mirë, kisha filluar ta therrisja atë djalin dhëndër, edhe pse ata akoma nuk ishin as të martuar e as të zyrtarizuar me letra. Ata vinin pothuajse çdo mbrëmje. Uleshim të tre, e hanim darkë e bisedonim së bashku. Por me kalimin e javëve, syri im filloi të kapte një detaj që nuk më pëlqente fare. Gjatë kohës që ishim në tavolinë, duke ngrënë, për shembull, ai rrinte jashtëzakonisht shumë në telefon. Shkruante pa pushim me dikë. E ajo që më binte me shumë në sy ishte që sa herë që e linte telefonin mbi tavolinën pranë pjatës, e mbante gjithmonë me ekran poshtë. E bënte këtë gjë me kujdes, në mënyrë që askush të mos shihte se kush i shkruante apo çfarë njoftimesh i vinin. Mua si nën më hyri një dyshim shumë i madh. Fillova të kisha frikë se mos ky djali kishte ndonjë të dashur tjetër paralelisht me vajzën time, apo me këtë e kishte thjesht sa për të kaluar kohën. Vajza ime është shumë e sinqertë dhe nuk ja vinte re këto gjëra, e ndërsa unë vrisja mendjen çdo natë për ato gjeste. Megjithatë, nuk i thash gjë as vajzës për të mos e mërzitur dhe as atij djalit. E situata vazhdoi, po njësoj për një farë kohe, e ai vinte pothuajse për ditë tek ne. Në një ditë, ishim të tre në shtëpi, e vajza po fliste në telefon me një nga shoqet e saj të ngushta. E pasi e mbylli telefonin, ajo u ngrit me nxitim nga kultuku. Na tha se do të shkonte deri tek shtëpia e asaj shoqes për të marrë një fustan hua, sepse do të dilnin atë mbrëmje. I tha të dashurit e saj e i tha të rinte e ta priste aty në salonin ton, pasi që ajo nuk do të vonohej më shumë se një orë. Vajza doli e unë mbeta krejtësisht vetëm në shtëpi me të dashurin e saj, e ishte hera e parë që ne të dy rinim vetëm. Aty me erdhi kjo ide. Ky ishte shansi im i artë për ta provuar këtë djalë, për të parë nëse ishte vërtet besnik apo ishte nga ata që u shkonin syt tek çdo femër. Vendosa ta provokoja pak, vetëm e vetëm për të parë se si do të reagonte. E situata me doli plotësisht jashtë kontrollit. Unë ngrita në këmbë sa po iku vajza e fillova të bëja gjoja ca pune për shtëpi. Sillesha vërdall atij djalit aty në sallon, duke rregulluar jasteket e koltukëve apo duke fshirë pluhurat poshtë tavolinës, e gjatë kësaj kohe
unë përkulesha qëllimisht përpara tij për të pastruar raftat e poshtme apo thjesht për të pastruar fundin e koltuqeve, sepse doja të kuptoja nëse ai po më shikonte gjërsa unë përkulesha përpara tij. Dhe në fakt, vura re se ai nuk po mi hiqte syt nga trupi, sa herë që unë përkulesha, ai më ndiqte me vështrim. Nuk durova dot dhe i fola direkt nga aty ku isha. Çfarë ke që më sheh sa herë që të kthej kurrizin? E pyeta unë. E kush është ai që mund t'i ul syt kur të ka ty përballë e sidomos të përkulur? Më tha ai. E pse, çfarë kam unë? I thash. Po shiko si je ti, mu përgjigj ai. Shiko si e mban veten, gjithmonë e veshur ngushtë, e lyer e me flokë të rregulluara. E këtu unë vendosa ta shtyja lojen pak më thellë, për ta vënë atë me shpatulla pas muri. E çfarë pastaj? I thash unë. Çfarë problemi ka që unë vishe me pantallonat e ngushta? Po sikur mua të më mbushet mendja të puth, çfarë do bësh ti? I thash. Se di, tha ai, provoje një herë. Si ore ta provoj? Ja ktheva unë. Po provoje se s'bëhet nami, më tha ai. Përgjigja e tij ishte diçka që nuk e mendoja kurrë se do ta dëgjoja nga ai. Një djalë i sjellshëm si ai, po i thoshte këto fjalë nënës së të dashurës së tij, sapo mbeti vetëm me te për herë të parë. Ua, i thash, më habite, se prisja këtë nga ti. E ajo ngrit nga koltuku, duke bërë disa hapa, e më erdhi pranë meje, e mu ofrua shumë pranë fytyres. Si përfundim, do me puthesh apo jo? Më tha ai. Sigurisht që jo, ja ktheva unë. E pasi dëgjoj atë fjalë, ai nuk u mendua dy herë, u ofrua edhe më shumë e me puthin e buzë. Ja, tha, të putha unë. Ke bërë shumë gabim, i thash. Por ai nuk u ndal më aq, dhe me puthi prap, pa vrar fare mendjen. E po mjaft tani, i thash unë, duke kuptuar që gjërat nuk ishin me një lojë apo një test besnikërie. E kishin kaluar pak atë që doja të provoja. Por ai në vend që të kthehej e të ulej prap, ai bëri diçka tjetër. Shkoi tek dera, e mbylli derën e u kthye prap drejt meje. E filloi të më puthte përsëri, por këtë herë me puthi më gjatë e duke me lëdhatuar me duar. Ore, mund të vi vajza, i thash. Jo, thaj. Ajo akoma nuk kam mbërritur tek shoqja e saj. Do të më lajmëronte në telefon, po të kishte mbërritur. E pasi dëgjova atë që ai tha, e u sigurova vërtet që vajza nuk do të vinte e nuk do të na gjente njëri aty, e lash veten të lirë. E putha edhe unë atë djalë, vetëm për të provuar se deri ku do të shkonte kjo lojë. Filluam që të putheshim që të dy. Një herë u puthëm aty mbi divan, e pastaj unë ngrita nga divani, pasi e putha për ca kohë rresht, e mora për dorë dhe i thash, eja pas meje. Mirë jemi këtu, më thaj. Jo, i thash, eja pas meje. Dhe e mora për dorë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.